do shumë miq. Thash bisedojmë sot për një çështje serioze, një çështje që ndodh sot mediat, gjithkund mediat e botës dhe mediat shqiptare. Nëse një njeri hedh një video në treg, media, pikëqënimit e mediat, edhe është ajo video është me shëntumja, me keqja, me ashtu, dhe nuk jep as një edukacion, as rinis, as pleqëris, as shoqëris, merr me mira miliona klikime. Nëse një njeri, në sa din, mundohet të sqaroj dikuj një eksperiencë ti, një përvojë ti, edhe për mos me ndodh një ndodhi, siç është konë më përpara, po thosh se dëgjon s'kosh. Kjo është, nuk është, për mendimin tem, nuk është diçka që mund të animojnë shoqërinë. Një sharje në media, në TikTok, në Instagram, në Facebook, në këto mediat që janë të gjitha mediat, me bo një sharje, me rësa shumë klikime, bim. Me thonë dikuj një eksperiencë që është të vërtet, një praktik të vërtet, gati nuk shiko kërkosh. Por nuk o problemi të shikimit, problemi është edukacioni për me nimu shoqërinë, për me arrit nivelet edukative një shoqërie të pastër. Kur të rinia, prej 12 deri në 16 vjeçë, kur të shikohen dy moshatar të mit ose më të rinj se une, kur të shikohen ka shohen, ka nxjerrin pistoleta, ka bojnë video të lifar problemesh në media, ata kujtojnë se kjo është jeta. Pra nuk është edukacion. Këto video që po thëmë une, këto po shikohen prej këtyre të rinis, po shikohen të prej 12 vjeqa dhe 16 vjeqa, po klikohen e po shikohen e po ashtu. Sepse ata janë në moshën adoleshente edhe mendojnë që është gjithçka mirë. Nuk e kanë atë logjikën të mendojnë për të nesmen. Prandaj, prindrit, shoqëria, njerëzit, edukata, mësuesit, du të punojnë të gjithë bashku për këtë brez që po rritet, është brezi pastar si joni që të mbajnë shtetin. Pra, jo të mësojmë e të edukojmë me vrasje, me prerje, me dhunime, me sharje, me kështu, po të edukojmë brezin e ri ashtu siç duhet për të edukuar një familje të pastër, një familje të rregullt, një familje të mirë. Se është familja është shteti. Prandaj, derisa ta diskutoj këtë gjë, e them, shqiptari është shqiptar. Populli shqiptar është një popull liridash, është një popull që do lirinë e vetë, që do njëri tjetrin, punojnë për mirëqenien e tyre. Çka është me keqja të na, të popullit shqiptar, që po futet një frymë fetare dhe një frymë politike. Fryma fetare është për me shoh njëri tjetrin në fe, fryma politike me shoh partit njëri tjetrit. Analojmë sa së shvonë. Analojmë sa së shvonë se jem tonë shqiptar, jem tonë vëllezër, jem tonë të një gjaki. Analojmë e mos të shojmë mos bëhem armiq e ta akuzojmë armikun. Mos bëhem armiq në shëndetin, e ta akuzojmë armikun tonë shekullor, armikun tonë mira vjeçar që punon gjithsesi për përçarjen tonë. As të pojmë mos shojmë njëri tjetrin për parti e për fe. Mos bëhem armiq. Pse
kundërshtari një parti nuk i armik. E do atë ide, po nuk i armik me mua, ose unë shumë armik me ty, pse ti ki idenë e demokracisë ose të komunizmit. Nuk je armik, nuk muj me thonë ti armik. Jemi, pse ti nuk e ki idenë si une. Do me thonë, fjallët e liderëve politik, ata janë për zgjedhje, për këto, për ata. Na populli, na du të zgjedhim temat e tyne, cilat na nimojnë ne, cilat na duhen ne. Jo, të bëma marrëmiq për parti, e të bëma marrëmiq për fe. Kjo është ideja që sot pata dëshirë ta diskutojmë me ju. Ju faleminderit. Kush ka në gjone pyetjen e tjetër mund adresohet Kronika të Liponit të pyesin të bëj për të gjitha gjonat do t'ju japim shpjegimet e sakta edhe të vërteta. Ju faleminderit gjithë shikuesit e Kronikës të Liponit. Ju faleminderit. Kronika të Liponit edhe i herë është me një temë të gjithë bashk për një Shqipëri të bashkuar, për një popull shqiptar të bashkuar, për trojet shqiptare të bashkuara, për një Shqipëri me shqiptar dashur për njëri tjetrin. Ju faleminderit.